jetuar në epokën digjitale. Dhe epoka digjitale, përkthyer ndryshe, është epoka e ekspozimit masiv. Pra tani që të kesh diçka private është sfidë në vetvete. Pra që ta ruash privatësinë është goxha problematike. Për arsye se çdo gjë është publike. Shtoja faktin që tani më edhe vetë individualisht po kemi edhe po çalojmë këtë problem në këtë çështje sepse çdo gjë po dëshirojmë që ta publikojmë, ta ekspozojmë para masës, dhe një gjë e tillë nuk është e pëlqyer, madje mund të jetë edhe shumë e rrezikshme për jetën tonë, mos flasim për pasardhësit tonë. Andaj në këtë kohë ku egoja ushqehet kaq tepër dhe vetë lavdërimi është shumë i theksuar, ne kemi nevojë për ta njohur porosinë e Allahut Madhërisht. Në një terren kaq të rrezikshëm, ku çdo gjë ekspozohet dhe është shumë i ndjeshëm, ne duhet ta shtojmë porosinë e Allahut Madhërisht. Një besimtar dhe një besimtare që e kupton çështjen e porosisë ndaj Allahut, ata do të jenë të kujdesshëm në raport me ruajtjen e sekreteve mes tyre dhe mes Allahut, nga se adhurimi ndaj Allahut është diçka shumë qendrore, është diçka shumë madhështore. Ajo nuk duhet që të ekspozohet masovikisht. Me përjashtim të disa rasteve, siç është namazi me xhamat, siç është solidariteti shoqëror, për me stimulu të tjerët, për me stimulu me nxit të tjerët, por kjo është një përqindje shumë e vogël në raport me atë që ne e bëjmë fshehurazi. Prandaj vlerën më të madhe e ka namazi natës. Prandaj vlerën më të madhe e ka sadakaja e fshehur që nuk e sheh as dora e majt të djathën teksa jep. Pra Islami jep shumë rëndësi privatizimit të raportit tonë me Allahun subhanahu wa taala, sepse e mbron nga çdo lloj cenimi eventual, rrethanor apo të drejtë për drejtë. Andaj në këtë kohë, ne para së gjithash duhet ta njohim madhështinë e Allahut. Për ta kuptuar porosinë dhe për të thelluar në të, dhe Allahu subhanahu wa taala, ne duhet ta njohim madhështinë e Allahut. Sa më shumë që e njohim Allahun, aq më tepër porulemi ndaj tij. Kur e kuptojmë se ai është i gjithëpushtetshëm, i plotfuqishëm, absolut. Kur e marrim edhe analizojmë Kur'anin e Madhërisëm, në veçantë disa prej surave dhe disa prej ajeteve që në mënyrë të drejtë për drejtë na tregojnë për qenien e Allahut, për emrat e tij, për cilësitë e tij, për veprat e tij, për fjalët e tij, ne e kuptojmë se çfarë Zoti madhështor kemi. Kur thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në surën në ajetul Kursi, i cili tregon për madhështinë e tij, për atë se ai është i gjithëpushtetshëm, për atë që ai nuk fle, ai nuk dremitet, ai nuk lodhet, ai nuk kotet. Gjitha këto janë cilësi që tregojnë për Allahun e Madhërisëm se ai është mbi krijesat njerëzore, është i mbi natyrshëm, është i plotfuqishëm.